Në sallën e Këshillit Bashkiak të Lushnjës u zhvillua një takim në kuadër të programit Bashki të Forta, ku morën pjesë qytetarë, drejtues të institucioneve vendore, përfaqësues të rajoneve dhe qendrave administrative, si dhe drejtues të projektit në fjalë. Takimi u hap me fjalën përshëndetëse të përfaqësueses së projektit Bashki të Forta, zonja Lindira Ushafi, e cila shpjegoi rëndësinë e këtij programi dhe theksoi moton Bashki të Forta për një qeverisje më të hapur dhe të përfshirë. Edhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Lushnjës, zoti Erjet Dhima, shpalosi projektet e realizuara me vendimet e Këshillit Bashkiak dhe projektet Bashkitë e Forta. Kryetari i Këshillit Bashkiak të Lushnjës prezantoi para të pranishmëve rregulloren e brendshme të Këshillit, projektet e realizuara deri më tani dhe projektet në vijim, duke vënë theksin tek transparenca dhe bashkëpunimi me qytetarët. Takimi u shndrua në një bashkëbisedim konstruktiv, ku u ndani ide, propozime dhe vërejtje me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe forcimin e rolit të qytetarëve në vendimarrje. Ky aktivitet është pjesë e përpjekjeve për të rritur transparencën dhe përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimarrëse të qeverisjes vendore. Kamera e televizionit Apollon i shkëputi një intervistë koordinatorit të projektit Bashki të Forta për qarkun e Fierit, zotit Robert Murataj, i cili u shpreh për zhvillimin e këtij projekti në 61 bashkitë e vendit. Këshilli, modeli i cili është përzgjedhur nga programi ose projekti Bashki të Forta, për të marrë një asistencë më të detajuar ose më të thelluar për të rritur rolin e tij përfaqësues dhe për të mundësuar që qytetarët të kenë gjithmonë një derë të hapur për të marrë informacion, për të bërë kërkesa dhe për të marrë zgjidhje për çështjet që ata shtrojnë në qëllim që të përmirësojnë shërbimet të cilat prekin deri qytetarët. Projekti ynë prej vitesh punon në 4 komponentë, ku përfshihet dhe Këshilli. 3 komponentë të tjerë janë komponenti i mbetjes urbane, i arsimit pashkollor dhe i financave, pra i buxhetit të bashkisë. Dhe ka qytet prej vitit 2019 që në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme punon për rritjen e kapaciteteve të gjithë bashkive të Shqipërisë, punon në 61 bashki të Shqipërisë dhe financohet nga taksapaguesi zviceran dhe ata suedez së fundmi. Është një projekt i cili synon që qytetarët të jenë sa më aktiv në vendimarrje dhe sigurisht që Këshilli, duke qenë një organ i zgjedhur drejt për drejt nga votat e qytetarëve, është organi kryesor i çdo bashkie, ku merren vendime të rëndësishme në bazë të projektimit që vijnë nga bashkia, por që mund të vinë dhe nga deputetët ose nga një grup këshilltarësh dhe nga një kërkesë që mund të vinë nga qytetarët në grup qytetar. Ne kemi punuar që në faqet e bashkive të gjithë Shqipërisë të mos mungojë asnjë element i cili ndihmon në transparencën e vendimarrjes së çdo bashkie për publikun dhe sigurisht që gjithë rastin të theksoj që Këshilli Bashkiak i Lushnjës është një shtat model për të gjitha zbatimin e ligjeve, procedurës dhe të rregulloreve. Ne i kemi asistuar këshillat në aktivimin e disa rregulloreve, 4 rregullore, të cilat orientojnë dhe mirë funksionojnë gjithë veprimtarinë e Këshillit Bashkiak.